Populli i kryeqytetit në sheshin e Tiranës janë rreth 150.000 banor të kryeqytetit kanë dalë sot në këtë shesh madhështor në ditën e përfundimit të kongresit të 9 të partisë, në ditën e jubileut të lavdishëm të 45 vjetorit të themelimit të partisë. Tirana dhe mbar Shqipëria është në fest. Ajo ka ditë që jeton në atmosferën e gëzuar dhe entuziaste të kongresit. Kongresi i 9 partisë, që u dha fund punimeve sot paradite, ishte një shprehje e fuqishme e unitetit të partisë me shokun Ramiz Alia në krye. Ai do të mbetet në historinë tonë si kongres i fitoreve. Kongres që përcaktoi detyra të tjera edhe më të mëdha në ndërtimin e socializmit në vendin tonë, duke patur si busull orientimin, mësimet e marksizm-leninizmit e të udhëheqësit të dashur e të paharuar shokut Enver Hoxha. Kanë ardhur në këtë miting punonjës nga qendrat e punës së prodhimit, të rinj e të reja, ushtarak e veteran, pionier të Enverit. Kanë ardhur të përshëndesin delegatët e kongresit, të përshëndesin komitetin e ri qendror të partisë me shokun Ramiz Alia në krye. Tirana gjatë gjithë ditëve të kongresit ka qenë e bukur. Sot ajo na duket edhe më e bukur. Ja shton bukurin asaj jo vetëm dekori festiv, por edhe këta mira e mira vetë që kanë mbushur si asnjëherë tjetër sheshin. Kongresi i 9 partisë, që ju të dashur telespektator ndoqët nëpërmjet ekranit ton, nëpërmjet radios dhe shtypit, përcaktoi detyra të mëdha. Ato do t'i marrë përsipër e do t'i vërë në jetë mbar populli me komunistët në balë. Dhe do të marshoj Shqipëria socialiste në rrugën e saj të sigurt, sepse rruga në për të cilën e udhëheq atë partia është rruga e vetme e përparimit. Si dhe shokët Adil Qarqani, Besnik Bekteshi, Fotoqami, Ajredin Qeliku, Heguran Isai, Lenka Quko, Manush Myrtiu, Mua Aslani, Palimiska, Prokop Mura, Rita Marko, Simon Stefani, Qiqo Mustaci, Lambi Gekprifti, Piro Kondi, Qiriako Mihali, Evangel Qërava. Në tribun kanë zënë vend gjithashtu edhe delegacionet e partive motra marksiste-leniniste që kanë ardhur në vendin tonë për të marrë pjesë në punimet e kongresit të 9 të partisë. Sheshi u shton tani i tëri nga duartrokitjet dhe brohoritjet entuziaste të banorëve të kryeqytetit. Mitingun e organizuar me këtë rast do të hap kandidati byros politike dhe sekretari parë i komitetit të partisë të rrethit të Tiranës, shoku Piro Kondi. Të dashur shok e shoqe punonjës të kryeqytetit as dhe ton të lavdishëm. Sot përfundoi me sukses të plot punimet e tij kongresi 9 historik i partisë,
që ishe një shprehje tjetër e fuqishme e unitetit qelnik të partisë sonë. E besnikërisë së saj të pafyeshme ndaj marksizëm-leninizmit gënjimtar, e vijushmërisë së patundur në vijën e ndjekur nga partia në mësimet e pavdekshme të udhëheqësit tonë të mathet pa harruar Shokut Enver Hoxha. Me këtë rast, dhe njëkohësisht për të fujtuar 45 vjetorin e 8 nëndorit, ditës së madhe të themelimit partisë që shënoi kthesën historike në fatet e popullit tonë, Komiteti Qendror i Partisë dhe Komiteti i Partisë i Rrethit Tiranës organizojnë këtë motim solem. Fjalën e rastit do ta mbajë antari i Byros Politike dhe kryetari i Këshillit të Ministrave, shoku Adil Çarçani. Shok dhe shoqe, punonjës të Tiranës dhe të gjithë Shqipërisë, të nderuar miq, komunistët dhe gjithë populli ynë fesojnë sot me entuziazm dhe një gëzim të veçantë jubileun e lavdishëm të 45 vjetorit themelimit të Partisë Punës Shqipërisë dhe përfundimin me sukses të punimeve të Kongresit të nënd historik të saj. Në këtë rast, lejoni t'ju sjell përshëndetjet e zgjarta të Kongresit të Partisë dhe të Komitetit Qendror të Partisë që ai zgjodhi dhe në emër të tyre t'juroj nga zemra, gëzuar festën e madhe themelimit të partisë sonë, lavdi partisë dhe themeluesit të saj, Shokut Enver Hoxha.